Ka qenë një nga komandantët më të zotë Ai ka takime, fotografi dhe lavde. Ato nuk pi themoni, ka thonë ai vetë. Situata ndryshe ka qenë zoti. Është kontekst tjetër. Kontekst tjetër, unë nuk besoj që Milan Radojčićin e bën kriminal thjesht sulmi terrorist në Banjës. Unë besoj që ka qenë i tillë edhe më herët. Këtë mund dallojmë shumë. Po edhe një herë lëvizja vetëvendosje synon që ta formojë qeverinë e ardhshme, Kurti 3, i kemi lutur gjithë ta javë muaj, na thanë jo, vë vazhdojmë. Zoti Kurti, kemi mbritur tek pjesa përfundimtare, nuk dua ta zgjas më shumë, po gjithsesi ka qenë deri më tani shumë substanciale kjo bisedë, paktën nga këndvështrimi im, bisedën të shikuesve. Dua të flas edhe pak edhe për rajonin me që kryeministri i Kosovës ka shumë rëndësi. Për Preshevën ka shumë rëndësi, për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, edhe për Maqedoninë e Veriut në përgjithësi, ka shumë rëndësi edhe për Shqipërinë, edhe për Malin e Zi. Si janë raportet tuaja me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama? Nxehtë ftohtë në shumë raste, sikur një lloj distance, si janë raportet tuaja? Nuk masun temperaturë me termometër në raporte, marrëdhëniet janë konkrete. Ajo që mund të them është që i kemi bërë 58 marrëveshje në 2 mbledhjet qeverisme të përbashkëta me Shqipërinë dhe kemi avancuar shumë prej Alpexit, bursës që kemi në Albanian Power Exchange bashkë, pra kemi dalë nga bloku regulativ me Malin e Zi, me Serbinë edhe Maqedoninë e Veriut, kemi hyrë me Shqipërinë, deri tek 26 vendkalime kufitare që 200.000 banorë të zonës përfshi dhe bashkimin e Hasit në të dy anët e kufirit e kemi bërë. Dhe çka nuk duhet harruar është që për herë të parë me qeverinë tonë, fëmijët në klasën e parë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë e kanë abetaren e njëjtë, do ta bëjmë enciklopedinë shqiptare bashkë dhe komunikimin ndërqeveritar shkon shumë mirë, ku Shqipërinë e kemi bërë partnerin kryesor tregtar në rajon. Pra deri më tash nuk ka qenë kështu. Sot që po flasim, Shqipëria është partneri kryesor i Republikës së Kosovës dhe më besoj që kjo thot shumë çka. U cilësuat arkitekt politik i vlenit në Maqedoni. Ali Ahmeti dhe BDI akuzuan se po i përçanin shqiptarët e Maqedonisë. A qëndrojnë këto ose jo? Po ne i bashkuam ata. Vleni është një bashkim i subjekteve politike. Qysh i pas me përçarni? Duke ju referuar legjitimitet. Ata shqiptarët që janë aty ishin subjekte ndryshme politike. Ne kemi veç një deputet i cili është antar i lëvizjes tonë, Bekim Qoku, ato janë subjekte të ndryshme. Nëse kam kontribuar sado pak në bashkimin e këtyre subjekteve në një subjekt, unë besoj që kjo është për të vlerësuar, jo për të që kanë ndikuar pozitivisht tek shqiptarët e Maqedonisë. Ne që po. Disa subjekte kanë qenë të shkapërderdhura, u bën bashkë. Dhe kjo është e mirë, po kjo është arritur atyre, nuk është arritur e imja. Unë nëse kam kontribuar, shumë mirë, mirë po arritura është e atyre vetë. Se kot nuk mund t'i bashkosh ti nga Kosova askën, as nga Shqipëria, as Malzi, as Lukin Preshevës, as Maqedoninë e Veriut nuk mund t'i bashkosh. Pa pas vullnet nga